Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kallanxhiu dhe ditën e sotme në intervistën ditës do të ndalemi tek zhvillimet aktuale në politikë. Për këtë çështje do të kem të ftuar ditën e sotme në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, analistin Akri Çipa, të cilin e përshëndes në këtë moment. Zoti Çipa, ju përshëndes. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Kënaqësi që ju kam të pranishëm ditën e sotme në këtë lidhje të drejtë për drejtë, Akri. Kënaqësia ime. Le të ndalemi ditën e sotme, ju lutem, tek zhvillimet politike në vend, ku ditën e sotme këtë të premte në datën 9 janar të vitit 2026, Berisha ka mbledhur tryezën e opozitës, ku në të pranishëm ishin edhe shoqëria civile, sikurse e kishin paralajmëruar ftesën e zoti Berisha e refuzuan Adriatik Lapaj, Agron Shehaj dhe Arlim Qori. Cila mund të jetë arsyeja, Akri, që këta kanë refuzuar të ishin të pranishëm ditën e sotme në këtë tryezë që organizonte zoti Berisha? Po, arsyet mund të jenë të shumta dhe pavarësisht të retorikës, besoj se ajo çfarë është më konkrete është fakti që tryezat e tilla nuk kanë sjell aksion opozitar në fund të ditës, nuk kanë sjell asnjë risi në diskursin publik dhe në atë që mund të jetë një opozitarizëm më i koncentruar kundrejt qeverisë aktuale. Dhe kemi parë më parë përpjekje të herpashershme për të organizuar grupime të ngjashme brenda konsensus, mundësisë për të gjetur një konsensus opozitar, po shpeshherë duke qenë më shumë fasad se sa veprimtari e mirëfillt politike dhe ajo çka është më e rëndësishme me rezultati që të kenë impakt në aureolin politik brenda vendit. Kështu që subjektet e reja politike brenda aspektit opozitar, mendoj se kanë gjykuar që rrugtimi i tyre brenda për brenda opozitarizmit kundrejt qeverisë kalon në kanale të tjera dhe kalon në forma të tjera. Dhe kemi parë në fakt nga zoti Lapaj, nga zoti Shehaj dhe nga aktorë të tjerë politik, të cilët kanë një tjetër rrugtim dhe një tjetër qasje ndaj mënyrës se si duhet të jetë opozitarizmi aktual. Gjithashtu, zoti Berisha ditën e sotme ka kërkuar edhe shpadhjen e gjendjes së emergjencës nga qeveria pasi situata ka dalë jashtë funksionit për përmbytje. Po gjithashtu Berisha ka deklaruar ditën e sotme që ka bërthirë të gjithë qytetarëve që ta qellojnë çdo ministër që mund të ta shohin me domate ose me vezë. A mund të jetë kjo një gjuhë për të përcjell këtë lajm? Po, veprimet të tilla janë veprime të cilat kanë sens dhe kanë kuptim kur vijnë nga një lloj rebelimi qytetar, kur vetë subjektet politike e bazojnë opozitarizmin e tyre tek veprime të tilla, tregon një mangësi desh në fund të ditës dhe më shumë një mangësi të aftësisë për të imponuar brenda spektrit politik me veprime konkrete dhe prandaj privilegjohen veprime të cilat targetojnë në mënyrë personale individ caktuar, por pa e zgjeruar kurse si veprimin dhe subjektin kërkues që ka çdo qytetar në sensin e kundërvënies ndaj atyre që mund të jenë politikat gabuara nga pushtetarët. Kështu që besoj se pak vlerë kanë brenda aksionit opozitar dhe brenda rezultatit që duhet kenë në spektrin politik në Shqipëri. Përtej kësaj, besoj se Shqipëria ka një problematikë që evidentohet sa nga problemet sikurse thatë ju me përmbytjet, është një situatë realisht kritike e cila meriton vëmendje dhe është situatë e përsëritur. Shpeshherë kemi pasur përgjatë viteve situata të tilla, emergjencë të cilat kanë kaluar brenda situatës specifike, por pa një plan afatgjatë dhe pa një ndryshim të strategjisë afatgjatë për përballimin me këtë situatë, dhe mendoj se ka mjaft vend për përmirësim dhe mbi të gjitha për vëmendje ndaj ekspertëve dhe teknikëve të cilët realisht mund të ofrojnë politika përqasëse për të gjetur zgjidhje afatgjata dhe për të evituar ripërsëritjen e këtyre fenomeneve në vitet në vijim. Gjithmonë kemi një kontekst natyror i cili është i vështirë për të parashikuar sigurisht, edhe duhet pasur kujdes edhe me vetëvërtetësinë që paraqet vetëm për Shqipërinë, por për gjitha vendet e rajonit të cilat kanë dhe kapacitete të reduktuara dhe të limituara në raport me përgjigjen ndaj emergjencave. Aty ka nevojë për debat dhe aty mendoj se ka nevojë edhe për ofrim politikash dhe idesh të reja për të përballuar këtë situatë dhe aty mund të ofronte çdo subjekt opozitar mbështetje për aksionet e përballimit të tyre përmbytjeve dhe situatave emergjente, por edhe ide se si mund të përmirësohet infrastruktura shtetërore dhe infrastruktura e përgjigjes së shpejtë.
Përtej kësaj, çdo lloj veprimi tjetër mendoj se bie thjesht në sensin e retorikës dhe në kërkesën për vëmendje politike më shumë se sa për të gjetur zgjidhje konkrete për situatat. Ditën e sotme me këtë takim që është bërë të premte që ka organizuar ish kryeministri i vendit zoti Berisha, apo mendoni se po e fuqizon PD-n apo mendoni se në një farë mënyre ai po e humbet aftësi për ta bërë një opozitë sa më të fuqishëm e më të fortë? Po, besoj se problemi që ka pasur Partia Demokratike në Shqipëri përgjatë viteve të fundit, jo vetëm këtij viti, por vitin që lan pas, po edhe më përpara, është mungesa e ideve, mungesa e energjisë për të rivitalizuar vetveten, për të rivitalizuar atë që është platforma politike që ofron dhe për të rivitalizuar edhe atë që duhet të jetë një shpresë për një Shqipëri e cila ndryshon nga Shqipëria dhe vizioni që ofron pala tjetër, Partia Socialiste dhe kryeministri Rama. Në të sens PD-ja ka dështuar dhe ka dështuar në mënyrë të përsëritur dhe prandaj dhe rezultatet zgjedhore të cilat janë përsëritur tashmë kanë qenë dështime të cilat nuk kanë fuqizuar ose nuk kanë krijuar asnjë mundësi për të ndryshuar qasje ose për të ndryshuar vizion politik, por ka vazhduar përsëri në ripërtëritjen e një diskursi tashmë të konsumuar dhe një diskurs i cili nuk ka ngjau fare pak reagim qytetar brenda për brenda vetë asaj që duhet të jetë reagimi opozitar qytetar. Partia Demokratike, zoti Berisha, sigurisht kanë kapacitete dhe kanë dhe aftësinë për të parë situatën reale sikur se është, pavarësisht se këmbgulja deri më sot ka qenë për të vazhduar në të rrugë dhe mendoj se rezultanti do të jetë po i njëjtë, duke mos sjell një energjizim që nevojitet dhe duke mos sjell ide çka është më e keqja për një parti politike, duke mos sjell ide të reja për të ndryshuar qasjen kundrejt qeverisë, për të ofruar një vizion tjetër kundrejt asaj që është ofruar nga pala aktuale qeverisëse dhe për të krijuar mbi të gjitha një lloj infrastrukture për mobilizimi qytetar për ato që do të jenë zgjedhjet e ardhshme në vend. Besoj se derisa do të mungojë një lloj konstruktiviteti i tillë dhe një lloj hapjeje në sensin e konceptit politik që po përqafohet, do të kemi një amulli të vazhduar për Partinë Demokratike duke i sjellë edhe një lloj kostoje brenda për brenda aspekt opozitar, ku shikojmë që ka parti të reja të cilat janë më energjike dhe sjellin edhe nga mesazhimi, por edhe nga kontenti politik diçka më ndryshe për qytetarin shqiptar. Aktualisht, Akri, a ka sot opozita një